Ne duhet ta gjejmë një zgjidhje që të lëvizëm tutje, sepse Kosova edhe nëse e zbaton sonte marrëveshjen, nuk e ka të garantuar integrimin në Bashkimin Evropian. Pra me këtë nuk kupton se nuk mund të presim as nga Serbia që të njohë pavarësinë e Kosovës, sikundër që nuk mund të pritet as nga Kosova, që do të themeloj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pa nuk tha asgjë të re, janë gjëra të njohura si për palën kosovare dhe për palën e Bashkimit Evropian. Unë kam pritur që të ketë zotisonën të vije me një ofertë në tavolinë që nëse zbatohet marrëveshja nga pala kosovare, këto do të jenë hapa që do të ndërmiren, pra të ketë diçka më konkrete. Pra ose njohjen nga Serbia ligjërisht obligueshme, gjë të cilën BE-ja po vret që nuk e ka atë mundësi dhe aftësi me e bër, atëherë BE-ja ka shumë lehtë që të paktën të bind vendet e BE-s ose 5 vende që të njohin Kosovën. Pra ne duhet ta gjejmë një zgjidhje që të lëvizëm tutje, sepse Kosova edhe nëse e zbaton sonte marrëveshjen, nuk e ka të garantuar integrimin në Bashkimin Evropian. Vizitën e Sorensenit në Prishtinë duhet të shohim në shumë perspektiva. Gjëja e parë që është shumë e rëndësishme të përmendet është fakti se ai e sheh dialogun si të rëndësishëm për palët dhe se fakti që e ka cilësuar si një nismë të mbarë tregon se ai ka marrë me gjas konfirmimin se ne duhet të vijojmë edhe me tej me procesin e dialogut. Një çështje e rëndësishme që ka përmendur ai dje para gazetarëve është se pretendon se do të ketë një çështje të re në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe se palët do të zbatojnë atë që për to është e zbatueshme. Kjo nuk kupton që nuk do të mund të kemi gjëra të mëdha, të jashtëzakonshme, pra me këtë nuk kupton se nuk mund të presim as nga Serbia që të njohë pavarësinë e Kosovës, sikundër që nuk mund të pritet as nga Kosova, që do të themeloj statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe se sipas europianëve mund të bëhen gjërat e vogla, por nuk mund të priten diçka të jashtëzakonshme.